Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar miq të emisionit tonë Rruga drejt Allahut. Takohemi dhe sot për të vazhduar udhëtimin tonë drejt krijuesit me kuptime të drejta dhe të qarta. Atmosfera që na rrethon, atmosfera shoqërore, ambienti ku ne jetojmë, po na nxit më shumë dhe po na stimulon njëkohësisht për të vazhduar për të folur në rrjedhën asaj që quhet moral, por me një emër tjetër sot, me edukatën. Do të shohim se ku fokusohet edukata. A është e njëjtë ajo që ne dëgjojmë dhe lexojmë sot dhe kemi lexuar në për shkollat tona kur kemi qenë të vegjël apo në fakultete? Apo e që mësojnë fëmijët tanë me terma të bukur, me edukatë qytetare apo me edukatat e të drejtave të ndryshme që ka shoqëria në jetën dhe për të jetuar, apo jo? Ne vazhdojmë të jemi në shoqërinë e Hoxhës tonë, duke luar në emrin tuaj dhe në emrin tim Mirëseardhjen, Hoxh Mirëseardhët. Mirëseardhje, Zoti shpëlbet. Amin dhe juve, Allahu ju nderoft. Atyuna. Kemi përfunduar ciklin moralit praktik dhe munduam të të qartësojmë për të gjithë miqtë tanë të paktën asaj pjese që ne kemi për qëllim që është pjesa në xhamatin me u qartësu, po dhe për të gjithë të tjerët për të kuptuar se çfarë ne besojmë, pa të cilën të tjerët e kanë përtur për të folur dhe ne kemi obligim për me fol për të thënë. Mbarum ciklin e moralit Hoxh, sot dhe ka qenë sugjerimi juaj të flasim për edukatën. Por nis kur thash Hoxh edukatë qytetare, a është ky morali? Do thatë jo kështu. Shpresoj të qartësojmë dhe teleshikuesve. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht Allahun xhela wala falenderojmë dhe vetëm për ndihmën e falë kërkojmë. Paqja bekimet e Zotit qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edukatorin më të madh që njoh historia ndonjëherë, mësuesin e njerëzimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, të moralshme, të edukuar, shokët e tij besnik dhe gjithë ata që ndjekën këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Për moralin ne kemi folur me radhë me disa emisione sa për të prezantuar vetëm disa shembuj të moralit që neve na duhet në rrugën e Allahut azza wa jall. Megjithatë mbetet shumë një pjesë tjetër. Po, mbetet një temë e hapur që ka nevojë shumë më tepër të trajtohet dhe shumë më tepër të detajzohet se ajo që ne e kemi përmendur. Po padyshim se rruga e Allahut është shumë më gjatë dhe shumë më e ngarkuar se që ne mund ta sqarojmë përmes emisioneve tona. Po mundojmë që spaku të japim disa udhëzime dhe sinjale të domosdoshme ka duhet t'ia mbajnë njerëzit. Andaj detyrimisht për disa morali dhe edukata janë dy terma që njerëzit shpesh nuk dinë të dallojnë mes tyre. Unë mendoj se morali, sikur se kemi folur, më tepër është një adresë e jashtme njeriu, që njerëzit orientohen përmes saj si të komunikojnë me të. Apo prandaj kur njeriu për shembull adresë të jashtme ka butësi, njerëzit komunikojnë me të ndryshe. Kur adresa e jashtme është arroganca, komunikojnë ndryshe me të. Andaj po thuaj se morali dikujt është një lloj sinjali jashtëm se si të sillen tjetër me të. Dhe gjithashtu është një mekanizëm i tij jashtëm se si ai komunikon me botën e jashtme. Pra njeriu nuk mund të jetë i butë nëse s'ka komunikim me njerëzit. Ose ndekujt është i butë. Nuk ka një mundësi një tjetër të thonë dorë lirë, sepse kemi folur për bujarinë, nëse veç vet. Apo andaj duhet të shoqërohet me dikën, duhet që të jetë pjesë e shoqërisë e që këtu të fërkohet morali i tij. Bujaria, modestia e ato që kemi folur me të. Ndërsa edukata është diç më në burim, më në thellësi se kjo. Edukata, do ta përmendim ne edhe ndoshta për kufizimin fetar të edukatës me siguri matutja e ke përgatitur me siguri si pyetje atje, por edukata është një karakter i brendshëm njeriu, i cili nuk ka të bëjë vetëm me reagimin e tij jashtë me botën jashtë, por ka të bëjë edhe me konceptet e tij të brendshëm, si ai e kupton një besim. Si ai percepton një jetë që rrethon, si ai e kupton rrugën ka duhet t'ia mësyn. Apo kjo është më tepër edukat. Është një zbërthim i kuptimeve që ai ka, por zbërthim që nuk kupton të botën e jashtme, por nuk kupton të brendshme. Tërqenia e tij është, do të thotë, në lëvizje të një kuptimi të caktuar të kësaj edukate. E sa më themi Hoxh që nëse nuk kemi një edukat sinqert të brendshme, nuk mund të kemi një moral vërtet sinqert jashtëm. Patjetër, është e kurzuar, është e lidhur. Në sipas kuptimi po është e lidhur. Është e lidhur. Mirë, atëherë ne futemi ke kuptimi i drejtë, siç do të thënë sepse thash në fatin në përshkolla sot na kanë goditur vetëm me ca terma, edukat qytetare, edukat, do të thënë shumë të thjeshtë, dhe morali është shkufizuar vetëm nga ajo që quhet nder, por dhe është shuar dhe nuk flitet për të, dhe është shehur morali sepse edhe edukata qytetare nuk flitet më për
të brendshme, por vetëm për të jashtme. Një komunikim dhe diku ndonjëherë del dhe hipokritë sa është i sinqert si komunikim. Me edukat synohet formimi i individit. Një individ i shëndosh, i cili do të jetë i dobishëm për vetën e tij dhe për rrethin e tij. Por në këtë drejtim ka çështje selektive. Qase njerëzit sot dëshirojnë ta formojnë një individ për atë që i duhet. Në bazë Po. Për shembull, ka aspekte sektora që njerëzit i kanë përjashtuar nga jeta. Dhe nuk synon me e formu individin të shërbejnë këtij sektori, sot nuk e duhet. Dhe këtu mbet edukata e mangët. Qase sa aspekte për shembull njerëzit i kanë përjashtuar nga jeta. Shkollat tona për shembull, aspektin e besimit në Zotin e kanë tërësisht përjashtuar. Prandaj edhe edukata është e përjashtuar. Qase nuk i duhet një individ i edukuar në këtë frymë, qase nuk i duhet besimi. A kupton? Andaj neve ata kanë përcaktuar disa aspekte materiale. Sot fatkeqësisht është një materializëm aq i egër, saqë ka deportuar atje ku absolutisht nuk mund të deportojë materializmin, por ka deportuar. Saqë edhe shpirti është materializuar, fatkeqësisht, apo është shit. Nuk është më i pavarur, nuk është më privat më. Apo çdo gjë është materializuar, çdo tash më kalkulohet me përfitim materiale. Prandaj përse kemi sot domosdoshmë edhe kur flet për psikologjinë, edhe sociologjinë, apo vetë shkencëtarët thonë se kemi psikologji materialiste më tepër se psikologji spirituale, që thjesht kjo është roli i saj apo. Është vërtet. Andaj domosdoshmë edhe te çështja e edukatës. Te çështja e edukatës për shembull, ata kanë formuar një koncept për jetën. Apo, dhe për këtë jetë na duhet individ, resurse humane. Ka njeriu është kryesori në këtë drejtim. Apo dhe për ta funksionalizuar këtë kuptim që neve na duhet një individ me këtë edukat. Apo po këtë kuptim është shumë i ngushtë, ka përjashtuar shumë aspekte të rëndësishme për njeriu. Prandaj këta njerëz e formojnë individin, por konform koncepteve të ngushta materialiste të tyre. Dhe pastaj prej këtij koncepti del koncepti i edukatës. Ne kur themi me termin edukat, çka dëshojmë një koncept më të gjerë, një individ më të formuar, i cili nuk i përshtatet modeleve të caktuara materialiste, nuk i përshtatet modeleve të caktuara të interesave personale, apo por i përshtatet modelit hyjnor, sikur e deshi Zoti xhallahu ala njeriu. E Allahu te bareka o taala nuk e don njeriu për interes të tij, nga sa nuk i duhet Zotit. Por Allahu xhallahu ala krijoi njeriu që të jetë ndërtues i kësaj toke. Dhe përderisa ashtu duhet të jetë më i kompletuari. Për këtë arsye, edukata islame synon formimin e një individi, formim të shëndosh, i cili i ka të plotësuara të gjitha aspektet e kërkuara dhe të nevojshme që të jetë individ i mirëfillt për ta kryer misionin e Zotit që e ngarkoi Allahu me të në tokë. Dhe ne kemi një rol këtu, që fatkeqësisht shumica e njerëzve janë të utuar për ballë të roli. Për çfarë kemi on këtu? Dhe varësisht nga detyra që jemi edukohemi. Për shembull, ti sot ta marrim për shembull një shembull sot ndoshta pak ndoshta s'është i përshtatshëm, po sa për ta parafruar. Kemi për shembull qanin, i cili domethënë është një shok i njeriu. Njeriu e përdor shumë. Dhe e dim në polici, për shembull, kemi qen, lloj-lloj qen. Por ata kanë role të ndryshme. Ka qen që roli i tij është, për shembull, të zbulon drogën. Dhe përdesë roli i tij zbulimi i drogës, ai edukohet dhe trajnohet për zbulimin e drogës. Andaj fillimisht duhet përcaktohet roli, pastaj në kuadër të rolit të përcaktohet edhe mënyra edukimi formimi i tij. Kemi qen, për shembull, që ai mirret me zbulimin e gjurmëve të caktuara, erës, e kështu me radhë, domthonë lloj-lloj rolesh që ka. Kemi edhe kështu, ndoshta ka vështira, por edhe tek njeriu. Çfarë roli ke në jetë? Kjo është edukata jote. Prandaj nuk mund të ketë edukat mirëfillt një individi nëse roli i tij përcaktuar është rol me dimension të ngushtuar, vetëm të kësaj bote materialiste. Nuk mund të ketë atë edukat mirëfillt. Por Allah xhallahu ala rolin e njeriu e bëri shumë fisnik. E ngreu nga toka. Jo të ngushtë. Jo të ngushtë, e bëri të gjerë. Apo prandaj edhe koncepti i edukatës është koncept i gjerë, shumë më i gjerë se koncepti i ngushtë materialiste që ngulfat njeriu sot. I mbytin kapacitetet e tij, që Zoti xhallahu ala e veçoi me to nga krijesat e tjera. Prandaj ne në këtë tim kemi një model që duhet të riformojmë vazhdimisht, si i dërguari sallallahu alajhi wasallam e realizoi këtë mision në mes të ashabëve të tij.
sallallahu alaihi wasallam. Nga se ashabët ishin qenie të paformuara në rrafshin edukativ. Madje ishin të çorientuara, devijuara. Ata që ishin arabët e kohës e pejgamberit sa ishte më të vërtet një shembull i tmerrshëm i devijimit të njeriu. I mungesës një edukate të madhe. Dhe eri i dërguari sallallahu alaihi wasallam i mori këta njerëz të çorientuar, të prishur dhe i futi në procesin e edukimit. Dhe dolën individat më të shëndosh të mundshëm në historinë e njerëzimit. Ai përdor një metodë të edukimit. Dhe nuk pat mundësi të korë sukses në nxjerrjen e këtyre individave të shëndosh, po të mos ishte edukata e gjithëpërfshirëse. Një element nga kjo edukat, po të mungonte, nuk do dilte Abu Bekri si ka dalë. Prandaj ne kërkojmë që ti rikthehemi kësaj. Të formomi individ të shëndosh, mbi të cilat bie përgjegjësia e bartjes së emanetit në tokë, dhe këta njerëz e kryen në rolin që Zoti xhallahu ala, krijuesi i gjithësisë dhe krijuesi i tyre dhe tokës, i ngarkoi këta njerëz me ta. Dhe nuk mund të bartet ky rol pa edukat. Por nuk mund të ketë edukat mirëfillt pa qartësim në rolit. Shumë e qartë. Kjo është ashtu Është shumë e qartë dhe këtu vjen një lloj rreziku kur themi se është një term që ne përdorim sot, një individ i shëndosh. Me këtë gjejmë në vende të tjera një individ i shëndosh në një shoqëri të shëndosh, por fatkeqësisht rreziku vjen sepse ne e dim shumë mirë se ata që vendosin, më thënë, këtë lloj baza për të edukuar sot fëmijët tan, nuk e kanë këtë lloj qëllimi dhe synimi që të vijë nga sipër, nga krijuesi, dhe të formohet një shoqëri vërtet e plot hyjnore. Rëndësia është, nëse vërtet ne nuk japim rëndësi kësaj gjëje, sepse themi e çojmë fëmijën, se s'kemi në shkollë sot mësim besimin për të edukuar ashtu që na ka kërkuar krijuesi jon, atë çfarë rëndësie ka? Unë e përmenda fillimisht se edukata është shumë ngushtë e lidhur me rolin që do ta luajë individi. Çfarë roli pret në të ardhmen nga ky fëmijë? Çfarë po të bëhet kjo? Apo para aq sa është i rëndësishëm roli i tij në të ardhmen, para aq sa është me ndikim roli i tij në të ardhmen, para aq me ndikim me rëndësi edhe edukata që t'i jap. Nuk do të ketë mundësi kur të luan një rol të rëndësishëm nëse nuk është edukuar edukat mirëfillt. Prindrit, të cilët ose edukatorët, të cilët nuk shohin në një rol të madh të fëmijëve të tyre në të ardhmen, ata për aq se nuk shohin rol në të ardhmen për fëmijët e tyre, për aq edhe të jenë neglizhent në edukat. Ndërsa ne i kemi emanet të fëmijë. Nëse jo për ta, për jetën tonë. Nga se Allahu xhallahu ala thot ku anfusakum wa ahlikum nara. Allahu xhallahu ala ka ndëritur ngushtë ruajtjen nga zjarri i xhenemit me ruajtjen e familjes. Ruajnë vetën e juaj dhe familjet e juaj. Do të thotë veç vet nuk ka më shpëtu. Nëse nuk shpëton edhe ata që ti ke përgjegjësi. Dhe çka nuk kupton shpëtimin nga zjarri i xhenemit? Aliu radiallahu taala anhu thot allimuhum wa adibuhum. Mësoni atë që duhet dhe edukoni si duhet. Prandaj edukata e fëmijëve tonë është kusht themelor për të kaluar një provimin e përgjegjësisë para Allahut të Madhnuar. Prandaj nuk është e thjeshtë apo që t'ia dorëzojmë rastësisë dhe stihisë. T'ia dorëzojmë kujt do qoftë në këtë botë në edukon fëmijët tonë. Por kemi një rol të madh në kësaj bote dhe termi adhurim kur të përmendet fatkeqësisht nuk e kuptojnë drejt. Ky është misioni më i madh i mundshëm që mund njeriu me kryen në kësaj bote. Ky është roli më fisnik dhe roli më gjithëpërfshirës që mund të përfshihet në të njeriu. Prandaj roli jonë këtë botë është ta adhurojmë Allahun e Madhnuar. Por për të shndruar të jetën tonë në adhurim dhe çdo lëvizje jonë dhe fjalë jonë dhe vepra e tjera në shërbim të adhurimit nuk mund të bëhet pa adhurim. Nuk mund të bëhet pa edukim. Nuk s'ka pa edukat. Për këtë arsye ne duhet të edukat. E si ta bëjmë këtë? A është kjo e mundshme? Ka se nga një mund të rrok pesimizmi, po nuk është e mundshme, valla, jemi njerëz gabojmë. Ne i themi u asilli modelin e mundshëm. Ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A pat mundsi dërguari sallallahu alajhi wasallam të çet në shesh me lenin Allah, një gjenerat e cila jetën e tyre e kishte tërësisht në kundër adhurimit, që t'i kthen në kursin e adhurimit, po pat mundsi.
E tërë jetë është adhurim. Si e bëri këtë? Kjo është një rëndësi. Ka se Allahu xhallahu thot kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Jeni komuniteti, jeni bashkësia më e dobishme që është nxjerr për njerëzit. Andë njerëzën përgjithësi ju duhet një komunitet që e ruan stabilitetin moral, që e ruan stabilitetin shoqëror, që e ruan stabilitetin familjar, apo nga se tjetër prishin. Andaj neve na duhet një komunitet i tillë, i cili e ruan këtë stabilitet. Allahu thot, ju jeni ata më të mirë që mund ta bëni këtë. Kur përmend më të mirë jeni, kush rendit i parin këta më të mirët? Të parët kush janë këtë? Ashabët e pejgamberit. Ata janë të parët. Edhe çdo kush që u përngjon atyre në këtë edukat. Prandaj neve na duhet kjo edukat për shumë gjëra që mund t'i pranë një nga një, veç si hyrje i përmend disa aspekte që flasim për sekret. Për shembull e para, për të arritur një edukat e tillë, sikurse ishte ajo e sahabëve të pejgamberit që përmend. Ata janë modeli i arti i një edukate e cila shkëlqeu pat një rol. Ashabët e pejgamberit nxorën njerëz nga errësia të shumta në dritë, shpëtuan shoqëri, liruan njerëz nga robnia. Sill një model të artë, të udhëheqjes, të sakrificës. Sot njerëz u mungon modeli i bujarisë, si kemi folur, i modestisë, modeli i udhëheqjes, modeli i sakrificës i mungon. Ja këta ashabët e sillin këtë model. Po pekata e sollën, pikën nga kjo edukat. Po si arritën këtë? Duke kuptuar rëndësinë e edukatës. Prandaj, ku shfaqet rëndësia e edukatës? E para, ashabët u edukuan për shkak se e madhruan dhe e shënuan dhe e kuptuan shumë drejt dhe shumë seriozisht burimin e shpalljes. Kur'ani dhe Suneti. Ata e kuptuan shumë qartë po drejt se si duhet ta trajtojnë. Andaj rëndësia e edukatës është se me edukat mësohemi, edukohemi si ta madhrojmë atë që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo na ndihmon që të ndryshojmë. Nga se nëse për shembull nxënësi nuk është i bindur në vërtetësinë e mësimeve të mësuesit, apo ai mund të ketë pesë. Por ajo pesë do të jetë mekanike, sa për të shpëtuar nga rrahja e prindit apo qortimi i kujdestarit. Nuk do të jetë version për jetë. Nuk do të jetë version për jetë. Sot muslimanët fatkeqësisht apo nuk e kanë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit version për jetë. Pse? Pse nuk janë të bindur në efikasitetin e këtyre burimeve për versionin e jetë. Fatkeqësisht. Dërsa ashabët e patën. Andaj të edukohemi që ta madhrojmë atë që ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ne kështu i dërguar ja edukante. Çfarë do të edukat më të madhe kur për shembull shumë të raste. Po për shembull kur erdhi Usami ibn Zeidi, i cili ishte i shquar me emrin Hibbu Rasulillah, i përgdhelur dhe i dashur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E donte shumë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe fisi Makhzum, që një grua nga ky fis ishte gjykuar për vjedhje dhe duhet që të ekzekutojë mbi të dënimi i vjedhjes. Dhe e dërguan Usamin, ishte fëmijë, që të ndërmëson tek pejgamberi për ta ndryshuar vendimin. Për shkak se e konsiderojnë torp për fisën e tyre. Te dërguari sa nuk këtë kupt. Do thotë subhanallahu, aq shumë u shqetësua. Aq shumë e pretej rënd këtë. Sa që i tha, e të shfeu fi haddi min hududillah, ti, kush je ti? Kush je ti të dërmetësash në një gjykim nga gjykimet e Allahut? Si bën këti kështu? Me këtë reagim pejgamberi disa repërziti e kuptoi Usami shumë drejt se këto që kanë vjet kuqe nuk shkelen. Dhe e vërtet këtë pejgamberi nga se duhet ta mësonte, duhet madhnohet Allahu. Nuk guzon asnjë fis, asnjë interes ta zbe fuqinë e gjykimit të Allahut dhe pejgamberit sa është i zbehur maksimalisht ky gjykim. Për interes më të vogël ne e zbejmë gjykimin e shariatit. Tash tha, wallahi, betom Zotin e Madh, o Usame, ju kjo është ajo, bia ime Fatime që kam vetëm të dashur. Ajo po ta bënte kët, nuk do ta anuloj gjykimin mbi të. E edukua, e kuptoj, më kurrë nuk ndodhi. S'ndodhi më kurrë. Ne kështu i dërguari sa i edukon të ashabët që ta madhrojnë shariatin, ta madhrojnë këtë fe, ta kuptojnë si burim të vetëm të jetës, si një version të vetëm të shpëtimit të njerëzimit, si një version të vetëm për t'i garantuar vetes lumturi.
Dhe ky madhrim, ky shqetënim, ky pranim I këtij versioni dhe ecimi I tij nuk mund të bëhet pa edukat. Duhet të edukojmë këtë frymë. Ose ne apo edhe fëmijët tonë të edukojmë. Nuk bën se Allahu ka marrë fund. Por si ta kuptoj se sa seriozisht kur themi Allahu ka thënë? Me edukat. Edukohet në madhrimin e ajeteve dhe haditheve që mëson dhe kjo edukat I ndihmon pastaj që këtë version ta zbaton praktikisht. Andaj këtu shfaqet rëndësia e kësaj edukate. Nuk paramendohet absolutisht zbatimi I shariatit, jetësimi I fjalëve të Allahut, dhe jetësimi I fjalëve të pejgamberit nuk paramendohet pa edukat. S'ka mundësi. Dhe kjo është ajo që e bën këtë rëndësishme. Kjo siguria që e bën në burimin e kësaj edukate, kësaj shpallë hyjnore dhe nuk gjejmë siguri dhe kanë të drejtë mos kenë siguri, më thënë sot fëmijët tanë për edukatën që marrin, se burimi I tyre është 10 tash quajtur psikolog apo njerëz një dhe përgatisin edukatën e një populli, thotë se do të jemi në edukatën e këtyre dhe fillon pastaj lloj hipokrizie dhe fëmijët nuk edukohen fatkeqësisht. Po patjetër ti për shembull të merresh sot version që ofrojnë fëmijëve tonë për shembull ka shkencëtar ose nga njerëz që për shembull prezantojnë si modele. Shikojtin private që ka pas, të merre ka pas. Dhe ai bëhet modeli fëmijëve tanë. Ai bëhet model për zotin. Ai bëhet model. Prandaj ne duhet model të përkryer. Që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Cili atë edukat që Zoti xhallahu I dha me këtë shpallje e barta ka sahabët e tij. Gjithpërfshirëse. Një edukat nuk është vetëm në vetën e tij, po edukat në familjen e tij, edukat në shoqërinë e tij, edukat në qytetin, edukat me Zotin e tij parasitash, edukat gjithëpërfshirëse, jo selektive, në kodat e inteligjencës caktuar sikur se ka më herët. Allahu nderoftosh. Ne shkëputemi për një hapësirë të shkurtër për të kthyer përsëri në pjesën e dytë të emisionit flasim për edukatën. Kjo është arsye nderuar miq, që ne do të flasim dhe edhe stimulohemi, po edhe nxitemi nga shoqëria për gjendjen që është. Flasim për edukatën. Do të kthehemi në pjesën e dytë, mbasi të shohim disa intervista si kanë konceptuar sot besimtarët tanë këtë edukatë. Cili është koncepti I edukatës në Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi tek Allahu xhaleshanu, salavat mi Muhamedin alayhis salam. Patan jeta pi natë deri mramje, dihet çka I tan, çka I nevojitet një njeriu, ato I përmbledh tana. Për me pas një jetë të rahatshme për këto, edhe me shpresë të Allahu xhaleshanu në botë tjetër. Edukata është pjesë e besimit apo e veprave? Edukata është pjesë e besimit, aty ke tana mësonaj, me vepra me tana, ata janë se veprat janë pi besimit. Ku fokusohet edukata në Islam? Në çfarë fushë? Gjithkaj duhet, e tash pse nuk funksionon, aty është dobësia ke njerëz, dobësia ke na, se nuk e kena kuptu pse kena ardhë këto. Aty është problemi vetën kena. Cili është koncepti I edukatës në Islam? Edukata në konceptin Islam besoj se është tërësia e normave dhe rregullave që bën një besimtar ka sjelljes së tij të mirë me krijuesin dhe me krijesat. Edukata është pjesë e besimit apo e veprave? Edukata është pjesë e pandashme e besimit, edhe besimi nuk nënkuptohet pa vepra. Është pjesë e pandashme e Islamit. E nxjerr kjo nga Kurani dhe nga Suneti. Edukata është pjesë e pandashme e besimtarit në gjithë jetën e tij. Ku fokusohet edukata në Islam? Në çfarë fushë? Edukata në Islam besoj ashtu si Islami që është një fe gjithëpërfshirëse, fokusohet në të gjithë sferat e jetës besimtarit. E para në sjelljen e tij me Zotin, në bindjen, nënkuptojmë sjelljen e tij me Zotin, në zbatimin e urdhave të Zotit, në sjelljen e tij me njerëzit, me shoqërinë në cilën e jeton, me familjen, me farefisnin, me të gjithë mikro dhe makromedisin në cilën ai jeton dhe e rrethon. Cili është koncepti I edukatës në Islam? Me sa unë ditë dhe sa kam dëgjuar, domethënë e di që edukata domethënë edukata në Islam ka përbrenda domethënë dy elementë që janë domethënë mënyra se si ndërton marrëdhëniet njeriu me Zotin dhe me njerëzit. Që do të thotë domethënë njohja e Zotit, njohja e emrave dhe cilësive të tij, si dhe respektimi I njerëzve në gjitha dimensionet e mundshme. Edukata është pjesë e besimit apo e veprave? Mendoj se edukata është pjesë e besimit dhe që shprehet edhe me vepra.
që do të thotë njeriu mjaft sjellje dhe mjaft norma mund të ketë si më thonë të brendësuar në natyrën e tij në si themi në zemrën apo në shpirtin e tij dhe që i shpreh tek njerëzit. Për shembull mund të jetë një akt bamirësie që e bën ndaj dikujt, ai edhe e ndjen si diçka, si një normë që duhet ta bëj, por e ka dhe si parim dhe si koncept që ka marrë prej kulturës së tij fetare. Ku fokusohet edukata në islam, në çfarë fushë? Mendoj se është gjithë përfshirëse, mendoj se është pak a shumë ajo që thash në pyetjen e parë, që është gjithë përfshirëse, në gjitha fushat e jetës mendoj, marrëdhënie pa themi me familjen, me shokët, me punëmarrësin, punëdhënësin, kudo besoj se edukata është pjesë përbërëse e marrëdhënieve ndërnjerëzore. Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në studio për të vazhduar bisedën për edukatën. Hoc, tham se fëmijët tanë rrezikohen dhe kur themi fëmijët tanë, fëmijët e shoqërisë në cilën ne jetojmë. Dhe ky është shkaku që jemi të nxitur por të stimuluar njëkohësisht, të stimuluar për shkak të këtyre mësimeve, të nxitur për shkak të gjendjes në cilën jetojnë sot fëmijët tanë për edukatë që marrin. Edukata e tyre është e bazuar në një burim katastrofë, nëse më lejohet ta them këtë fjalë katastrofë, vetëm në 3-4 njerëz apo edhe në 10 nëse janë komisione që përgatisin edukatën e gjeneratave, kur e mbyllet duke thënë ata të cilët e bëjnë këtë jetën private, po ta shohësh e kanë shumë të keqe, më them, shumë problematike, të çrregulluar dhe nuk mund të jenë ata të cilët bëjnë edukatën e fëmijëve tanë. Kjo na bën që të kërkojmë përsëri të vazhdojmë me rëndësinë, Hoxh. Sot njerëzit më thënë vuajnë për shkak se nuk i besojnë bindshëm burimit të edukatës së tyre. Sot mësuesi nuk është ai që njerëzit besojnë se ky është ai që në më keq atë është mirë. Udhëheci nuk është kështu. Sot për shembull, udhëhecia jon është kategoria gati më e degraduar e shoqërisë, që më spaku besim ka njerëzit ta. Në gjitha anketat që janë bërë për shembull, fatkeqësisht, partitë politike që janë domethënë një organizim për ta udhëheq vendin dhe ata përcaktojnë pastaj edhe edukatorët edhe mësuesit e kështu me radhë për në kategoria elita e shoqërisë. Partitë politike sot, sipas anketave që janë bërë, gëzojnë respektin më të vogël. Më tepër gëzojnë respekt një OJQ se një parti politike. E mësosëm për gjërat e tjera. Prandaj ka një degradim fatkeqësisht. Gjithashtu për shembull, aferat e shumta që zihen profesorët, aferat fatkeqësisht seksuale, korruptive, gjitha këtu bën që fëmia dhe nxënësi dhe i riu të demorojnë të zhgënjet, se nuk ka mundësi të ishte mirë. Nuk është e mundshme. Shiko, ky pse unë t'jem? Pse unë të vazhdoj me qenë mirë? Apo andaj nuk i beson më versionin të atij profesorit. Po ti të ke mirë ti vetë të ishte kështu. Pra ne kemi fillimisht që ta ofrojmë një burim të sigurt dhe të ofrojmë një model se si dikush i ka besu këtij burimi, që nuk ka ndodhur historinë e njerëzimit kështu. Ti nuk gjen historinë e njerëzimit askund dikush ta ketë besu aq me fuqi dhe aq me detajzim ta ketë praktikuar këtë program sikur sa ashabët e praktikuan Kur'anin, nuk e gjen kështu. Ti nuk gjen gjenerat gjatë historisë se dikush e madhron të fjalë e udhëhecit të tij sikur se e madhron ashabët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ti ke Abu Sufjanin, njëri që kishte dalë, kishte tërë botën, kishte pa mbretëre, udhëhecë, ministra, kishte pa gjë. Kur shkoi në Medinë, ishte ende pagan. Po shkoi në Medinë për të kërkuar ndihmë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një thatësi që kishte në Mekë. Kur pasë si ashabët e respektojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe çfarë respekti gëzonte në mes të tyre. Dhe si ata me ëndje i përcjellin mësimet e tij dhe i zbatonin, tha unë kam shëtit dhe kam hyrë tek mbret dhe ministrat çdo kon, po nuk kam pa dikush ta don udhëhecin e tij dhe ti beson se këta burra bën me këtë njerëz. S'kam pa kështu kurr dhe me të vërtetë s'ka pa historia, s'kam dëgjuar kështu. Pra ne duhet të ta kthejmë mirëbesimin mes burimit të edukimit dhe atyre që edukohen. Urat e mirëbesimit. Kjo është e rëndësishme, pra kjo është e pika e parë që e bën trajtimin këtë proces edukativ që pëlqosni për të.
E dyta që duhet të bëhet është se sot jetojmë një botë, vëllëndëruar, një botë e cila është e mbushur me joshje dhe kënaqësi. E kem përmend për shembull edhe në raste të tjera. Sot njeriu për shembull shkon në supermarket, apo dhe shkon për 3-4 gjëra, por del me 34 të tjera. Pa nevojë, për syri lakmon. Ka sa që kanë ofruar subhanallahu. Shikoj për të tekën e telefon. Të mjafton ty. Posa të versioni i tjetër i telefonit, me njëre disi trillon disa arsye që ta kesh atë. Po duhet, edhe pse rreth nuk duhet ai ty. Por joshja e prezantojnë forma të ndryshme, paguaj me kaq kiste, paguaj me kaq, provo kët, çe kët SMS, disi si me dhun ta lën dot. Të heqin. Isha duke bezonit me disa meq për gjën e telefonit. Dhe than, ishim më të vjetër, than, subhana, për para telefoni ka qenë shtrejt me fol. Pse? Pse ka qenë vlerë me thirr dikon telefon. Respekt për kohën, apo edhe një lloj moralin komunikim, apo ke thirr dikon, ke pas nevojë, ke përfunduar, ke mbyll. Sot është liru me të madhe, dhe shë, telefon fëmija, flet me dikon 10 minuta. Pa lidhje, pa nevojë. Pse? Pse është bojorse. Apo, është bojorse. Mos flasim për inkuadrimin e programeve që flasim pa pare, e kështu me radhë. Do njerëz lidhje pa lidhje flasin humbin kohën. Prandaj ne duhet një edukatë e mirëfillt, e cila na imunizon, apo që mos të gjunjëzohemi përballë këtyre joshjeve. Prandaj rëndësia e edukatës gjithashtu është në këtë mejdan, se ne na duhet individat të formuar, cilët kanë imunitet mjaftueshëm, kanë edukat mjaftueshme që ecin në këtë botë plot joshje nga më të ndryshme, edhe psharake, edhe autoritative, edhe lloj epshe të ndryshme, apo ecin, po nuk ndikojnë. Nuk ndikojnë, nga sa ata e kanë thirrjen e qëllimit më të fuqishme se thirrjen e tjerëve. Por për të dëgjuar thirrjen e qëllimit, apo duhet që edukata e fuqishme të komunikon me rolin, sikur thash fillim. Por nëse nuk ka rol, nuk ka edukat, thirrja e parë do të jetë ajo që do të përgjigjemi. Prandaj kërkojmë një edukat mirëfillt që kur robi ec ka qëllimi, edukata i ofron imunitet mjaftueshëm që ai mos të përgjigjet, mos të kthehet djathtë dhe majtës. Po ec, për shembull, një student i cili mëson në mesin e 25 vajzave, ku secila është më e zhvirë se tjetra dhe mbeti moralshëm. Asa i kanë qenë më fisnik. Se sa ajo që ata thonë. Kërkojmë një djalë të ri i cili nesër mund të jetë përgjegjës për buxhetin e shtetit, miliardë euro, apo por qëllimi i tij është më i madh se ato që i ofrohet. Nuk korruptohet kur, dhe nuk ka çpërdor. Apo andaj kërkojmë një individ stabil, të edukuar që joshit nuk e mposhtin. Dhe këtu del shash rëndësia e edukatës, që vetëm edukata islame garanton këtë lloj individa. Sepse shoqërisë mund të themi sot i ka humbur bulla hoxh. Patjetër. I ka humbur nga s'ka. Nuk ka qëllim. Patjetër. Nuk e di pse. Atë kjo është fatkeqësia. Atëra si mund të bëhet, më thënë. Pse nuk dim pse? Atëra thirrja por joshse direkt. Po, përgjigjni. Patjetër. Degradohet, më thënë. Patjetër. Dhe ne vazhdojmë të flasim për të pjesë. Për rëndësinë përsëri. Po mund të përmendë tretën gjë, që është gjithashtu e rëndësishme, që e bën të rëndësishme shumë edukatën e ndëruar, krahas ato dy pikave që me të vërtetë kanë nevojë shumë për meditim. Ato dy pika që i përmenda. Edhe treta, na duhet një edukatë që rregullon raportet njerëzore. Sot njerëzit kanë raporte të rregulluara mes vete. Janë të materializuara, fatkeqësisht. Janë raporte interesi, fatkeqësisht. Ka shumë zili, ka shumë xhelozi, ka shumë urrëtie mes njerëzve. E gjëra të tjera që prishin raportet mes njerëzve. Prandaj ne duhet një edukatë mirëfillt që rikthen raportet. Në binarët e duhura raportet prind fëmijë, fëmijë prind, vlla, motër, vlla, daj, nip, apo fëqiu me fëqiun, shoqen me shoqen, shokun me shokun, mikun, bashkëvendasin, apo që rregullon këto raporte. Nuk mund të rregullohen absolutisht nëse individi ka një ngjyrë të edukatës së materialiste. Nëse ai vetëm atë këshir pastaj. Apo duhet që këtë edukatë ta anulojmë dhe të ketë një edukatë gjithëpërfshirëse, që të ketë mundësi ky individ të komunikon me gjithë komunitetin, pavarësisht dallimeve, pavarësisht interesave, pavarësisht qëllimeve. Prandaj ashabët e pejgamberit edhe këtë timen i dali më mirë. Nga një popull që ata vriteshin për një deve. Dy fisë arabe kanë luftuar 40 vite për një deve. 40 vite. 40 për një deve. Pse? Pse njëri
pjesëtar një fisi kishte nënçmuar devën e famshme të fisit. Dhe pse ti e fundon devën tonë, ka luftuar 40 vite, disa janë faruar gati të gjithë meshkujt. Shikoj çfarë raporte kanë pas. Gjakatar, armiqësorë mes vete. Arriti pejgamberi që të sill me edukat. Pa vetëm mësimes mjaftojnë, teorika nuk mjafton, kjo është edukat. I edukojnë kohën të këtyre mësimeve, i bindi se duhet ta ndëgjojnë. I bindi se kjo është verzioni më i mirë i mundshëm për ta. U edukuan. Ku shkuan muhaxhirët nga Mekja në Medinë? Çfarë bënë në start Allah? Ato nuk e bënin këtë për vllahun e shpirtit, të babës së nuk e bënin këtë. E bën për dikën që kursa kanë po, nuk e njihshin. Çfarë tha Sa'd ibn Mu'adh Abdurrahman ibn Auf? Tha kjo është biku im, shtëpia ime. Kjo është një shtëpi modeste. Tha e kemi përgjys, një kat është joti, nuk po ta huazoj të bësh çfarë, është joti, çfarë dush bën me ta. Dhurat. Shikoj çfarë raporti, i nxori të gjitha që i patin xhep, gjithë thesarin që kishte, të kursyret e tij të gjitha i nxori, tha, gjitha këto i kam, nuk kam vallahi gjë më tepër. Këto i kam devet e mia, këto janë bakte mia. Kemi përgjys, ti gjys unë gjys. Kush e bën? Sot nuk vllau nuk e bën vllaut kët. Nuk e bën. Ka fituar, këtë mund të ndihmoj ty një pjesë, gjendu Zotit në moft, a më kupton? Edhe borxh nuk kemi sot hoc. Problem është. E jo me të fal. Po problem është kjo. Pse a nuk e dinë vlerën e kësaj? A nuk e dinë nevojën? Gjithë na e dim, po nuk jemi të edukuar. A ne duhet edukat. Andaj sa është e rëndësishme që njerëzit kanë raportin me mes vete? Shumë është e rëndësishme. E po rëndësia e kësaj është e kurzuar me edukatën. Prandaj ne duhet edukata për të rregulluar raport njerëzor të gjitha nivelet, të gjitha shtresat, për t'ju kthyr me të vërtet kuptimi kësaj jete, raporteve, të ndalim pak atë turrin e garimit për dunja të egër, që duke garuar vallahi për këtë botë kemi haruar miqt, kemi haruar shokut, kemi haruar familjen. Njerëz nga angazhimi i madh për këtë botë ka harruar kur e ka thirr nënën me pyet si je. Njëri nga angazhimi të shumë këtë botë ka harruar se si ka gjendje vllai i tij, ka harru. Ka njerëz që me muaj e din nuk i shef fëmijët e tij se s'ka kohë. Duhet gruaja t'ia çon fëmijët në punë me i pa. Qase në mëngjes dal herët janë gjum, kthehet natën në vonë janë gjum. Kur ti shef fëmijët e tij? Për çfarë arsye? Për të grumbulluar. Apo, në çfarë raporti është ky? Çfarë raporti kur fëmia e ngjë babën e tij vetëm për parës? E një se ka bab se më ka bler diç. E një se ka bab se i ka dhënë diç. A vetëm atëherë. Ose ku është përkthjela, ku është dashuria, ku është përkrahja, ku është përqafimi, ku janë këtu? Kan humbur të gjitha fatkeqësisht. Andaj është një kaos i tmerrshëm raporte. Në gjitha sferat. Na duhet një edukim i mirëfill, një edukim stabil i qëndrueshëm, i cili garanton raporte stabile të qëndrueshme. Dhe nuk po flas për gjëra utopike, po sjell shembull konkret. Ashab të pejgamberit. Shikoj këto raporte të mrekullueshme që të i kaluan me të vërtetë të gjitha dimensionet e interesit të kësaj bote dhe i ndihmuan njerëz që fare nuk i njihen. Dhe jo ndihmë të vogël, jo, për gjysmë të gjitha. Vdesën për ta, luftuan për ta, prishën autoritetin për ta, që i krinë tek arabët, prishën qetësinë dhe rahatin. Por jemi vëllezër. Kur e ka pranuar se të kom vëlla, ka marr fund kjo punë atë. Unë do të matë mirë, a do të pranoj si vëlla? Po të pranova. Kjo punë mor fund. Sot njerëz pranojnë gëresht i thotë edhe vëlla gjithë mirë, po kur e sheh në raporte praktike, vallahi po ta kishte një më të largë do të silli më mirë me të sa ti që ka thonë. Ne sot në xhamat ne kemi këtë problem. Kur vllazëria? Është aq e zbehur fatkeqësisht. Pse? Pse rinia sot nuk është edukuar si duhet. Rinia islame që frekuenton xhamiat ka informacion për fe, ka dashuri për fe, por nuk ka edukat fetare. Për këtë raport nuk ka si duhet. Andaj numerikisht ka shumë njerëz apo mungon edukata, e cila do të jepte kuptim këtij numri, do të jepte fuqi këtij numri, do të jepte ndikim dhe do ta faktorizonte këtë numër të madh të njerëzve. Ne jemi shumë numerikisht, po jemi shumë pa organizuar. Pse? Pse nuk ka edukat kur duhet të ndëgjohet. Nuk ka edukat çka të komun ty. Nuk ka edukat çfarë duhet bëjnë për ty. S'ka edukat. Prandaj gjitha kjo mungesa e edukatit këtë numër e bën jo të rëndësishëm. S'po them para rëndësishëm, po jo të rëndësishëm sa duhet. Jo të organizuar sa duhet. Jo të faktorizuar sa duhet. Prandaj për të rikthyer këto raporte, për të rikthyer fuqinë dhe ndikimin, na duhet edukata. Atëherë unë do të shkruaj të rikthesh edhe një herë ke pjesa para hoç ka ajeti ku thatë
Jeni komuniteti Basia, thot Allahu në Kur'an, thënë më e mirë, populli më e mirë i zgjedhur për njerëzimin. A mund të themi jo vetëm për njerëzit që ne na rrethojnë, por më shumë se çdo tjetër më thatë që ne kemi shumë xhamat, por jo shumë kualitativ, do të thënë në atë që jemi të edukuar fort. A bën që të bëjmë një lidhje shumë edhe një herë ta ripërsërisim, nuk mund kemi burim tjetër vetë se këta? Allahu azza kur thot jeni ummeti më i mirë. Ky ajet kur ka zbrit, kush ka qenë në atë kohë? Ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ane duhet të ketë një model të ndëruar që ati referohemi. Veçanërisht kur jetojmë në kohë të ofertave të shumta të modeleve, ka t'ja mbajmë. Ne kemi të qartë. I përmbajmë modelit të ashabëve të pejgamberit, nga sa ata i kanë edukuar me durë të tij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë produkti i tij drejt për drejt. Ata ishin dëshmitarë të shpalljes. Ata Allahu i përzgjodhi që ta ndihmojnë këtë pejgamber të Allahut azza wa jall. Prandaj Allahu për ta dëshmoj se i don, dëshmoj se u ka fal, dëshmoj se është i kënaqur me ta, dëshmoj se janë të udhëzuar. Dhe dëshmoj se kush nuk është i udhëzuar sipas tyre, fa inna ma hum fi shiqaq. Allahu tha ata janë shpartallim. Apo ata janë shpartallim. Nga se e përmend në shumës, jo në njëjës. Nuk tha Allahu nëse ata nuk udhëzuan sikurse ti udhëzuar. Po tha nëse nuk udhëzuan sikurse jeni ju të udhëzuar. Me ashabët e pejgamberit e përfiti. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ashabët u bën një tërësi e pandar. Fatkeqësisht grupe të devijuara ose sikurse shetet tentojnë të ndajnë mes pejgamberit dhe ashabëve. Sallallahu alaihi wasallam. Por kjo ndarje është mizore, kjo ndarje është për ta degraduar edhe vetë figurën e pejgamberit alayhis sallam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbetet i respektuar, nëse pjesë përbërëse ti mbeten ashabët e tij. Këtë kështu Zoti xhallahu i bëri ata që të jenë dëshmitarët e suksesit të misionit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata ishin dëshmitarët më të mirë të kësaj edukate. Prandaj burimet teorike të kësaj edukate janë Kur'ani dhe Suneti. Ndërsa reflektimi praktik se si duhet të funksionon praktikisht kjo edukat janë ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj metoda jonë është Kur'ani dhe Suneti sipas kuptimit dhe edukatës së ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë koncept dëshojmë ta instalojmë në mes njerëzve, këtë ta dimë teorikisht dhe këtë ta zbërthejmë edhe praktikisht duke u edukuar në këtë frymë dhe pastaj duke reflektuar me moral e me sjellje e me adhurim gjitha aspektet në kuadër të kësaj edukate që kemi marrë. Amin hoc. Lutem Allahun që do të jemi përsëri me këtë temë në emisione të tjera për rëndësinë që ka. Allah në rroft, Allah shpëleftat. Allah e të mëdhur. Nëse pa qëllim, më themi që nuk mësohet edukata as me përshkrime poetike, as me fjalë, as me psikolog, as me kështu, edhe pse ato, më thënë ndonjëherë thjesht thonë mirë se erdhe, por që nuk mësohet ashtu. Kur'an, Sunet dhe kthim praktikisht në jetën e sahabëve. Kjo është. Allah në rroft. Allah shpëleftat. Të nderuar miq, e përsëris edhe një herë them, nuk mësohet edukata me përshkrime, me poezi apo me psikolog të ndryshëm të cilët nuk din vetë qëllimin. Shoqërisë i ka humbur busslla. Le të kthehen qëllimit dhe kështu do të kuptojnë të edukohen siç duhet. Kurani dhe Suneti dhe jeta praktike e shokëve të profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Qofshin kujdesin e Zotit, takohemi në misionin e radhës për të vazhduar për të folur përsëri për edukatën.